Përshëndetje, shenja e demit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi të dashuruarit, mbretëresha e shpatave, mbretëresha e shkopimve dhe 7 shpatat. Në këtë javë ju jeni në një pikë zgjedhjeje. Të dashuruarit nuk flasin vetëm për romancë, flasin për vendim që prek identitetin tuaj. Ju jeni përballë diçkaje ku nuk mund të qëndroni më neutral, ose merrni anë, ose e lini pas. Brenda jush bashkëjetojnë 2 energji shumë të forta. Mbretëresha e shpatave është pjesa juaj e kthjellët, e ftohtë kur duhet, që analizon, që nuk pranon gjysmë të vërteta. Ajo nuk toleron manipulim. Mbretëresha e shkopimve është karizma, forca, magnetizmi juaj. Ajo e di dhe e njeh shumë mirë vlerën e saj. Kudo që ajo shkel, ndihet dhe shihet prezenca e saj. Ju këtë javë nuk jeni të prisht, nuk jeni të pasigurt, jeni shumë të vetëdijshëm. Por 7 shpatat tregon se diçka po ju bën të jeni vigjilente. Mund të ndjeni që jo gjithçka po thuhet hapur, ose ndoshta ju vetë po zgjidhni të mos i tregoni të gjitha kartat tuaja. Pra ka strategji këtu, ka mbrojtje. Kartat këshillojnë të mos bëheni paranojak, të mos injoroni sinjalet sigurisht, sepse ju e dini kur diçka nuk është e pastër. Duhet t'i besoni intuitës, por veproni me qetësi, jo me dyshim agresiv. Kalojmë në familje. Në familje kemi 9 monedhat kalorësi shkopimve, budallaj dhe 7 monedhat në të kundërt. Në familje shfaqet pavarësi. 9 monedhat tregon që ju ose dikush pranë jush është në një fazë të tipit unë jam mirë në këmbët e mia. Ka stabilitet personal, por kalorësi shkopimve sjell impuls. Dikush vepron shpejt, por jo duke i menduar gjërat gjatë. Mund të ketë lëvizje të papritur, plane spontane ose vendime të nxituara. Mund t'ju përfaqësoj juve, mund të jetë dikush rinor në familjen tuaj, adoleshent zakonisht, motor ose vëlla, ose fëmijën tuaj, sepse kalorësi shkopimve zakonisht është kartë rinore, ose mund të jetë energji që përfaqëson dikë nga ju. Budallaj e thekson këtë, duke përfaqësuar një fillim të ri, por me risk. Ka një energji të tipit eja, le ta provojmë. Por problemi është se 7 monedhat në të kundërt flet për mungesë durimi. Sikur dikush, nuk do të pres më, nuk do të investoj më gjatë dhe kërkon rezultat të menjëhershëm. Rezultatin e do tani dhe pikë. Kjo mund të krijojë tension nëse ju kërkoni stabilitet dhe planifikim afatgjatë. Pra, kartat këshillojnë të mos përfshiheni në impulsin e dikujt tjetër. Nëse dikush merr vendim të nxituar, ju duhet të qëndroni në qetësinë tuaj. Pra, mos u merrni ose më saktë mos merrni përgjegjësi për zgjedhje që nuk janë tuajat. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi kalorësi i monedhave, vdekja, kalorësi i kupave dhe 8 shkopimt. Në dashuri, këtu narrativa e dashurisë është shumë e fortë. Në kjo javë nuk është e zakonshme për ju në dashuri. Kalorësi i monedhave tregon stabilitet. Tregon për dikë që afrohet me seriozitet,
ai afrohet ose ajo afrohet ngadalë me qëllim të qartë. Mund të flitet këtu për një lidhje që ka qenë e qëndrueshme, por ndoshta pak e parashikueshme. Më pas kemi vdekjen. Dhe kjo kartë nuk është e vogël, është transformim i pakthyeshëm. Diçka në këtë lidhje nuk mund të mbetet siç ka qenë, ose mbyllet një fazë, ose mbyllet krejt e gjithë marrëdhënia, ose ndryshon dinamika komplet. Por pas vdekjes nuk kemi boshllëk, kemi kalorësin e kupave. Kjo tregon ndjenja të shprehura, tregon romancë, afrimitet, dikush që hap zemrën më në fund, dhe 8 shkopinjt tregojnë lëvizje të shpejtë, mesazhe, telefonata, takime, zhvillime të papritura. Kjo do të thotë që një situatë e qëndrueshme kalon në transformim dhe pas transformimit vjen një fazë më emocionale, më e hapur, por edhe më dinamike. Ju mund të përjetoni një nga këto skenar. Për shembull, një person serioz ndryshon qasje dhe bëhet më i hapur emocionalisht, ose një lidhje e ngadalt më në fund merr vrull papritur, ose një situatë e vjetër mbyllet për t'i hapur rrugë diçkaje me të vërtetë romantike. Kjo nuk është javë e ftohtë, është javë e ndjenjave që lëvizin, marrin jetë, marrin frymë. Por transformimi kërkon guxim. Vdekja kërkon që ju të lini pas një mënyrë të vjetër të menduarit. Ndoshta duhet të lini pas kontrollin. Ndoshta duhet të lini pas pritjen që gjithçka të jetë e sigurt para se të hapeni. Sepse ju si dem kërkoni stabilitet dhe shumë mirë bëni. Por kjo javë ju sfidon. A mund të pranoni ndryshimin si pjesë të stabilitetit? Kartat këshillojnë, mos u kapni pas formës së vjetër të lidhjes. Pra, nëse diçka po transformohet, lejojeni. Mos e ndalni procesin nga frika e humbjes së kontrollit, por gjithashtu nëse diçka mbyllet, mos e mbani me forcë. Le të shkojë. Kjo javë mund të sjellë emocion të bukur, por vjen pasi pranoni një fund ose ndryshim. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 monedhat, hëna, mbreti i shpatave dhe asi i shkopinjve. Në punë duket se ju po ruani territorin tuaj. 4 monedhat tregon mbrojtje. Mund të jeni duke mbajtur një pozicion, një ide ose financat tuaja me kujdes. Hëna tregon paqartësi, frikë, mjegull, ka informacione jo të plota, ka pasiguri. Ndoshta nuk dini gjithçka që ndodh në prapasken, por mbreti i shpatave tregon që ju do të kërkoni qartësi, ose do të merrni këshill nga dikush shumë racional, do të përdorni logjikën për të dalë nga mjegulla. Dhe asi i shkopinjve është fillim i ri, ide e re, mundësi e re, për disa mund të jetë edhe njohje e re shumë pasionante, por mund të jetë gjithashtu dhe frymëzim. Pra, edhe nëse ka konfuzion fillimisht, fundi i javës sjell dritë dhe një mundësi konkrete. Kartat këshillojnë mos reagoni ndaj pasigurisë me frikë. Kërkoni informacion, flisni qartë dhe kur të vi mundësia e re, mos e refuzoni nga dyshimi. Kalojmë në prizmë Oracle ku kemi kujdes. Mesazhi për ju është shumë i qartë. Mos u nxitoni, mos merrni vendime vetëm nga emocionet e momentit. Kjo javë ka lëvizje të shpejta në dashuri dhe energji impulsive në familje.
Ju duhet të jeni pika e stabilitetit. Kujdesi nuk do të thotë frikë, do të thotë maturi. Pra, do të thotë kontrolloni faktet para se të reagoni. Do të thotë dëgjoni instiktin, por mos veproni në nerva. Paçim.